Помина повеќе од една година откако градот предизвика речиси 100% штета врз насадите во Полошкиот регион, а земјоделците се уште немаат добиено никакво обештетување. Велат дека се уште ги трпат последиците од загубите и дека никој не ги посетил или сослушал нивните маки. Иако продолжиле со работата, велат дека се заглавени во долгови кон земјоделските аптеки. Paren nga ana e fatkeqësisë natyrore të cilët patëm vjet. Me 20 dishin e 6 muaj nga breshti nuk kemi marr asnjë denar. Nevojshme janë se dëmi ka qenë 100%. Faktikisht ne kemi qenë në mëshirën e fatit dhe jemi ende të zhitura në borxhe nga viti i kaluar nëpër apotekat bujqësore të cilët kemi marr plerat, farnat, materialet për mbjellje. Faktikisht ato i kemi të pashlyer. Për fat keq, premtime patëm, realizime s'ka. Ka qenë një vit si për ne dhe për krejt bujqet. Dëmtime kanë qenë 100%. Jemi në borxhe ende në apoteka. Mundoni me këtë vjet të kalojmë edhe atë. Ne kishim apelluar sa do pak bare që ato borxhe që i kemi të shlejen. Од општина Тетово велат дека ги доставиле сите предмети до владиниот комисиски орган. Nga ana e komunës së Tetovës, do të thënë të gjitha lëndët janë ndërzuar deri tek komisioni qendror. Pra nga ana jonë jemi pastër në këtë aspekt, vetëm presim tani edhe vendimin e qeverisë që më në fund të përmbyllet kjo. Председател на Државната комисија за проценка и обештетување е Фатмир Сабриу, кога се обидовме да го контактираме, но беше недостапен за да одговори до каде е постапката за земјоделците од Тетово, особено ако се има предвид дека голем дел од земјоделците во другите општини веќе добиле оштета од владата пред 2 месеци.